محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allahun e madhur e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është Rabb dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, njëri të mençur e kanë pyetur se kush është armiku yt. E ka jap një përkufizim të shkurtër për shumë domethënës. Ka thënë, armiku im kryesor është ai i cili më pengon në punë të mira, ai i cili më ndërpren nga punë të mira. Do të thotë, nuk është armik kryesor më i madh ai që ndoshta të dëmton në diçka lidhe me këtë botë, edhe pse edhe ai është kundërshtar. Dhe ai mund të jetë i keq, i rrezikshëm. Mirë po, armiku më i keq është ai i cili të pengon nga punët e mira, i cili të ndërpen nga puna e mirë, e më keq se kaq është ai i cili të ndërpen nga puna e mirë e pastaj të udhëzon të bësh punë të këqija. Ka shumë faktorë në jetën e kësaj bote që ndikojnë në ndërprerjen e punëve të mira. Ka shumë situata e rrethana kur ne realisht zhvendosemi nga udha e duhur e bartemi në udhë të lajthitura të gabuara. Shpesh të ndërudhëzër si pasojë e disa faktorëve të caktuar, ne nuk vazhdojmë me punë të mira. Nuk miremi me atë që na përket, por miremi me çështje që më e keqja e vogël që mund të ndodhë është humbja e kohës. Mos flas për një të keqe më të madhe se kaq, e që është devijimi, lajthitja e shumë punë tjera të këqija. Ne jemi dëshmitar të zhvillimeve të shumta sot në botë që po ndodhin të ndërudhëzër. Lajme të ndryshme që vinë për luftra, për kriza, për probleme, që kanë mjegulluar shumë pamjen e njerëzve. Nuk ka dikush që saktësisht e din çfarë po ndodh realisht në botë dhe çfarë do të ndodh. Ka shumë skenare që flitet për to, qoftë në aspekt të dëmtimit edhe rreziqeve dhe krizave ekonomike, deri te ato që kanë të bëjnë me sigurinë dhe jetën e njerëzve. A do të përshkallëzohet situata? A do të përshkallëzohet kriza? A do të thellohet edhe më tepër? A do të shëjtohen gjërat e kështu me radhë? Gjitha janë këto lajme që në vazhdimsi, në baza ditore, realisht stresojnë njeriu në kësaj kohe. Në anën tjetër, analizat e shumta që me orë të tëra analizohet, në fund, ndoshta përfitimi është shumë i vogël, mos them minimal, apo fare përfitim nuk ka. Si duhet ne të reagojmë në raport me këto çështje? Gjitha këto zhvillime, gjitha këto ngjarje, gjitha këto edhe paralajmërime të frikshme se çka mund të ndodhë, a duhet të injorojmë skajshmërisht, apo duhet të mirë me to gjatë tërë kohës, apo ekziston një mesatare mes kësaj edhe asaj? Fillimisht sa i përket injorimit nuk mund të injorojmë, nga se jemi të rrethuar nga informacione nga gjitha anët, çdo rrjet social që hap, çdo medium që hap, çdo lajm që përcjell, realisht jenë në ballafaqim me informata të cilat realisht shtojnë frikën dhe panikun. Injorimi nuk është i mundshëm që të zhveshësh tërësisht dhe të izolosh nga tërë që po ndodh dhe mos kuptosh fare se çfarë po ndodh. Kjo nuk është e mundshme. Në anën tjetër, a nuk kupton kjo se pas nuk që ka e mundshme të shkputemi nga ky realitet, ta injorojmë tërësisht? A do të thotë që të mirë me te krejtësisht? Jo, nuk do të thotë kjo. Nga se shpeshre të ndërvëzër,
marrë informatave, për cilë e situatave, për cilë e lajmeve, analizave, e shtën mjegullin, e shtën frikën, panikën tek njerëzit, ku njerëz pasani këtë panikë, këtë frikë, e humbin orientimin, e humbin nënkurajimin, dhe nuk din çfarë të bëjnë. Pastaj futën një amulli të pafundshme që shpeshher bin në kundërshtim me veprat e tyre, me synimet e tyre, me planifikimin e tyre. Sot bën diçka, nesër e kundërshton. Nesër diçka, masë e kundërshton e kështu me radhë. Si është qasja e besimtarit gjitha këto situata të ndërlidhura? Fillimisht besimtari mirët me atë që i përket. Çka nuk kupton me atë që i përket? Me atë që i përket për besimin e tij, me atë që i përket për përgjegjësitë e tij, me atë që i përket për mundësitë e tij me bë mirë, me ndryshu situata dhe me përmirësu. Sa i përket aq mirët. Aja që nuk i përket është jashtë këtij rrethi, besimtari nuk mirët me të. Për shkak se është pastaj dalin nga kompetencat, dalin nga mundësitë dhe dalin nga aftësitë për të kuptuar apo për të vepruar në drejtimin e caktuar. Çështja tjetër është ndonëse se besimtari në kohë të krizave i kthehet referencës së tij të sigurt. Fjalës së Allahu xhallahu ala dhe udhëzimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Me çka Allahu na udhëzon që të miremi gjithmonë, e në veçantë në kohë të paqartësive, e në kohë të krizave, e në kohë të informatave që shtojnë frikën dhe panikun, me çka na mëson Allahu më marr. Kur jeri shpalla e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe ai u kaplu nga frika. Çfarë po ndodh? Çka është kjo? Një melek e shtrëngoi, i tha lexo, nuk di të lexoj, prapë e shtrëngoi lexo, situatë jo e lehtë, e vështirë. U djersit nga frika pejgamberi alayhis salatu wassalam, e kapën ethet. Shkoi tek shtëpia e tij, te gruaja e tij Hadixha, i tha, "Më mbuloni se diçka e madhe ka ndodhur." Në këtë situatë që pejgamberi nuk dinte çfarë po ndodh. Shikoni, nuk dinte çfarë po ndodh, nuk dinte çka po më ndodh, nuk dinte çka është puna. Çka i tha Allahu te barek ve taala? Kum il-lejla illa qalila. O ti që je mbuluar, o ti që je në ethe, ngritu, e falu. Lidhur me Allahun te barek ve taala. Nga se këtu është zgjidhja, këtu është siguria. Fillo kështu me i kuptu gjërat, fillo kështu me i analizu gjërat, fillo kështu të pozicionohesh në raport me atë që po ndodh. Këtu është fillimi, pastaj vazhdo tutje për atë sa të përket e duhet, mi për fillimi është tek Allahu te barekuhu teala. Ktheu tek Allahu xhallahu ora, ngritu dhe falu. Lidhur me Allahun te barekuhu teala. Shpeshherë dëgjojmë situata e kriza që po ndodhin dhe njerëzit pastaj kapluan sigurisht nga frika e paniku, po thuaj se gjërat ndodhin që çdon dikush për njerëzve. Haron Allahun te barekuhu teala. Habitet. Nëse Allah mëson që të kthehemi tek Allahu xhallahu ora. Ktheu pas fillimisht tek ai, nga se asgjë nuk ndodh pa lejen e tij. Nuk ka forcë që mund të ndryshon gjykimin e Allahut azza wa jall. Nuk ka fuqi që mund të ndryshon caktimin e Allahut te barekuhu teala. Prandaj ktheu fillimisht tek burimi i forcës, tek burimi i optimizmit, tek burimi i lumturisë tënde, i qetësisë dhe i sigurisë. Ajo është namazi. Kthimi tek Allahu te barekuhu teala. Në fillim të shpalljes, gjithashtu në surën El-Alaq, Allahu përmendi reagimin agresiv, armiqësor të disa elitarëve të Mekës në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kërcënime të vazhdueshme, agresion e dhunë kundër tij. Si e mësoi Allahu pejgamberin me reagu, çka i tha? Kella, la tuti'hu. Asë se mos gabë me ra prej e friksimeve të tij, e kërcënimeve të tij. Ti mos u merr me të. E çfarë të bëjnë? Wasjud waqtarib. Ti vazhdo me sejdë. Por ulu e vazhdo ti afrosh Allahut azza xal. Nga sa më afër Allahut që je, më i sigurt je. Sa më afër Allahut që je, më i qetë je. Sa më afër Allahut që je, më vizionar je, më largpamas je. Sa më i shkputur nga Zoti, më i vetmuar je, më i braktisur je, më i shqetësuar je, let ka plën frika dhe paniku.
kaplosh nga mjegulla që nuk din çka po ndodh, nuk din hapin ku me vendos. Prandaj wasjud, bësejdë. Por uli Allahu azza wajal, waqtarib, dhe vazhdo të afrosh atij me punë të mira, duke përmend Allahun azza wajal, duke lexuar fjalën e tij, duke u mbështetur në Allahun xhallahu ala, duke njoftë Allahun te barek ve taala, duke bë mirë në emër të asaj që të ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam. Kjo është puna jote, kështu vazhdo. Kështu vazhdo. Pejgamberi alayhis salatu wasalam të ndrozur kur na sqaron për të situata na flet, ne jap një udhëzim shumë praktik, madje shumë inkurajues, duke thënë ibadatun fil harj ka hijratin ilayya. Të adurosh Allahun te barek ve taala në kohë të trazigrave, mjegullirave, paqartësive, të mbetri përkushtuar Allahu xhallahu ala, që gjitha këto situata mos të zhvendosen nga adhurimi, mos të shkpusin nga Allahu xhallahu ala, mos të largojnë nga Zoti xhalla xhelalu për të afrojnë. Ai që është i përkushtuar kështu në kohë të trazigrave, mjegullirave, paqartësive, e ka shpërlimin sikur të shpërngulet, bën hijrat tek unë. Paramenoj çfarë shpërlimi ka ai i cili e kalon Mekën, ka shkuar në Medinë tek pejgamberi alayhis salatu wasallam me rujt fenë e tij. Andaj ngjashmëria mes dy palëve është shumë e kapshme, shumë e afërt. Pse? Nga se ai që në kohë trazigrave kthehet tek Allahu te barek ve taala, kthehet tek burimi i dijes së dur, mirët me atë që i përket, e shton devotshmërinë, mirët me tmetet e tij, e ruan familjen e tij, mirët me rrethin ku ka ai potencial të ndihmon e të kontribon. Realisht është një ngjashmë që shpërngullet. Pse? Sa ai që shpërngullet ik për një veni ku nuk ka mundësi me rrit besimin, ku nuk ka mundësi me bë mirë, ku nuk ka mundësi me kontribu me një vend ku ka mundësi. Prandaj ngjan i pari i dytit për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa ai që përkushtohet në adhurim në kohë të trazirave, në kohë të vrasjeve, të luftrave, është sikur ai që shpërngullet tek unë, e ka këtë shpërblim të ndërruar. Nëse mirëm me adhurim, nuk e ignorojmë realitetin, por kthehemi tek realiteti. Nëse mirëm me adhurim, nuk shkputemi nga aktualiteti, por pikërisht fillojmë ta njohim aktualitetin dhe realitetin. Nga se shumë analiza, shumë zhvillime që ndodhin, nuk na duhet as me i njoft, as nuk mund t'i njohim. Mund t'jenë sekrete që shpalosin pas dekada e dekadave, nështë edhe shekujve. E të mbetemi një migulli, të mbetemi një hamendësi është padyshim humbje dhe huqje e madhe. Ktheu tek Allahu xhallahu ala. Ndërtoje ahiretin tënë, puna për të ardhmen tënde. Merru me punët e tua, merru me rrethin tënë, merru me tmetet e tua. Kjo është puna jote. Mirë, të braktisim obligimet tona, të braktisim punët tona, e që të mirë me zhvillime, që të i kalojmë kufin ton, potencial dhe tona, aftësi tona, është padyshim ajo që pejgamberi sa na ka kërcënuar dhe na ka tregë vërtetën që mos mirë me atë që nuk na përket. Nga sa ai që mirë me atë që nuk i përket, tregon një dobësi në besimin e tij, në formimin dhe edukatën e tij. Aisha radiallahu ta'ala në thot, kur e përshuan pejgamberin alayhi salatu wasallam thonte, kana idha hazibahu amrun fazi'a ila as-salah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka plojnë nga dhe një breng, ka plojnë nga dhe një vështërsi, qëfar bënte? Dzitën të namaz. Me jere, të ka Allahu e gjenë të qetësin, prehjen dhe sigurin, pre aty fillante, pas ta i vazhdo në tutje. Po, a ishte aktiv, a i mirej edhe me armesht e ti, edhe me kursat dhe me problemet, mirej në bazat i tora. Me po, ku e merë të fuqin, ku e merë të orientimin, ku ishte baza e tërti aktiviteti? Adhurimi, këthimi të ka Allahu xhallahu ala. Mbështetjen e Allahut te barek ve taala, prandaj të ndërvozor, ta mbushim zemrën besim që nuk e dridh as në situatë kësaj dhunjaje. Të mësojmë të mbështetemi në Allahun xhallahu në mbështetje që realisht na mundson që me besueshmëri dhe me siguri të kalojmë të gjitha krizat dhe problemet e kësaj bote. Të mësojmë të kemi frikën ndaj Zotit te barek ve taala. Të fiksojmë Allahu xhallahu ala, të ruhemi nga harami, nga keqja, nga padrejtësia, frikë e cila realisht dëbon të gjitha frikat e tjera. Çdo frikë tjetër që
tenton shejtani me mbien zemrën tonë, duhet ta çrrënjosim me rrënjet e fuqishme të frikës ndaj Allahut në zemrën tona. Mirë, kur frika ndaj Allahut nuk ka prezencë në zemrat e njerëzve, kur njerëzit janë të dobët në frikë ndaj Allahut xhallahu ala, shtohet frika pastaj nga gjithçka. Gjithçka të frikson, gjithçka të duket të tmerrshme, e frikshme, gjithçka të duket që të kërcënon, të alarmon, të bën probleme. Pse? Nga se zemra është zbrazët. Zemra është e boshatisur. E një zemër e boshatisur, e rënuar, pranon që pastaj të dridhet nga çdo dritën këtë dunjë, të zhvendoset nga puna në punë, të shkputet e të ndërprehet nga puna në punë, nga se nuk vazhdon tutje për shkak se ka frikë. Ndoshta kjo s'është e mirë, provoj diçka tjetër, gjithmonë nga mendimin mendim, nga mendimin mendim, nga kuptimin kuptim, nga puna në punë, asnjë punë nuk e kryen, nuk e bën si duhet për shkak të panikut dhe frikës që e ka kapluar. Besimtari është i qetë, i sigurt, me besimin e tij, me frikën ndaj Allahut azza wa jall, me zemër të mbushur adhurimin ndaj Allahut xhallahu ala, me gjuhë të lagur nga përmendja e Allahut te barekuhu teala, me gjymtyr të angazhuara në adhurim ndaj Allahut te barekuhu teala, me mendje të angazhuar, të preokupuar se si me bë mirë, si me shtu devotshmërinë, si me qenë dobishëm. Gjithë ky aktivitet i tërqenies së këtij besimtari realisht i mundson që të jetë imun ka shi të gjitha zhurmave të jashtme për ta zhvendos nga rruga e dur dhe nga binart që e shpihen në dritën e Allahut te barekuhu teala. Prandaj jemi të kujdesshëm të ndërrozë, me çka po mirremi. Sa po lejojmë që të ndikohemi nga gjitha këto informata, sa po na zhvendosin nga punët e mira, a jemi në udhën e dur, ti kthehemi fjalës së Allahut, që e këshilloi pejgamberin sa ktheu tek namazi, ktheu tek besimi, ktheu tek Allahu, atje është siguria, atje është qetësia dhe atje është lumturia që nuk dëshpërosh asnjëherë për punën që ke bërë ndonjëherë. Kur nuk dëshpërosh. Aisha tha për pejgamberin sa nxiton të namaz. E bën të këtë veçvet? Jo veçvet. Një natë pejgamberi sa u ngrit natën dhe tha: "Zgjani këtë familjen të falën." E përmendi se një nga shenjat e mëdha të ditës gjykimit ka filluar të lëviz, ka filluar të afrohet ka njerëzit. Dalja e Ya'juj me Ma'jujit. Një popull shkatërrimtar që do dalin në fund të kësaj dhunjaje. I ka mbyll Allahu xhallahu me një mur përmes Dhul-Karnejnit, që përmenden në surën Kaf, që ne lexojmë çdo ditë xhumaje. E një vrim e vogël është hap, një mundësi e vogël që ata dalin e të bëjnë shkatërime. E pse kjo do të jetë kohën e fundit? Pejgamberi u ngrit e tha: "Është hap një vrim e vogël, zgjohuni." E çka ti bëjmë në asaj vrime? Ne atë nuk mund ta mbyllim, ne atë mur nuk e dim ku është. Nuk ka më rëndësi a keni me mbyllë atë vrim, nuk ka më rëndësi a dini murin ku është, më rëndësi a dini adresën kur kërcënoheni ku duhet ktheheni. Kjo është më rëndësi. Prandaj ngrituni e faleni. E zgjej familjen natën që të falen, të kthehen tek Allahu xhallahu ala, që ta qetësojnë zemrën me përmendjen e Allahut te barekuhu teala dhe me mbështetjen e tij që çfarë do gjë që do t'i rrezikonte, i gjen në situatë të qetësisë, e sigurisë dhe asaj që padyshim i mundson besimtarit qetë të merr vendimet e duhura dhe orientimin e kërkuar. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë. Na ruajt Allahu nga çdo zhvendosje në punë të kota që të largohemi nga punët e mira. Allah na mëson që ta njohim realitetin, aktualitetin, mos të jemi ignorant, mos të manipulohemi, por ta njohim për atë sa na duhet neve. Do sa pjesa e mbetur e angazhimit të jetë në atë që na bën dobi, në adhurim te Allahu të mënduar, në përkushtim ndaj Zotit te barekuhu teala, me zemër të mbushur besim, edhe gjuhë përmendje me dhikr te Allahu xhallahu ala, por edhe gjymtyr të angazhuara me punë të mira në raport me Allahun, edhe në raport me njëri tjetrin. Kjo është ajo që na përket. Gabimet eventuale që na ndodhin, jemi njerëz gabojmë, lutim Allahun që Allahu të na falë. Andaj kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës. Dhe është mëshirues, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Në përmbyllet e ndërrozër, besimtar duhet të ketë standarde për jetën e tij, që mbi bazën e këtyre standardeve ai e ndërton dhe organizon jetën e tij. Standardi kryesor
që besimtari mbi bazën e tij e organizon jetën dhe i menaxhon punët e tij dhe motivohet për punë të caktuara dhe merr orientim, është gjendja e tij ditë e gjykimit tek Allahu te barekuta. Kjo është esenca, kjo është baza. Si kimi pas punë në ahiret. Dunjoja kalon, ka përsen, është e shkurtë e përkohshme, po duhet më angazhu, duhet me punu, duhet më mundu që me ndërtu, me këtë potencion që e kemi, mirë po. Jo me haru ahiretin. Nga sëra është për atje i ministrë të vëzër. Për atje i duke shku. Atje është esenca, atje është baza. Prandaj, gjdo punë që mirë është me te, gjdo angazhim, gjithë shka që bën këtë dunja, me plët kuptime gjithë shka që bën këtë dunja, për të vetën, a më bën dobi tek Allahu, a nuk bën dobi. Kaq. Kjo të mjafton përgjigje në pyetjet e caktuara se a më ngu kët, a më marr me kët, a më shkruaj atje, a më bë kët e kështu me radhë. A të kryjmë punë tek Allahu dhe gjykimit. Kaq. E ti e dim pasaj përgjigjen. Allah na mëson që i tër aktiviteti unë jetësor, i fjalëve, i veprave, i reagimeve, i angazhimit tonë tjetë në përputhje me që e dënë Allahu azhjel. Që të na bën dobi e ta gjejmë ditë gjykimit si shpërblim tek Allahu, jo si ngarkesë dhe përgjegjësi që për te japim llogari pastaj edhe mund të dënohemi, Allah na ruaj. Allah na ruaj nga këto kriza, nga këto probleme në botë që janë shfaqur. Na dhash Allahu siguri, mirëqenie, rahati. Na ruaj Allahu xhallahu ala vendin ton, popullin ton dhe gjithë muslimanët mbar. Allahu te barë të na ruaj nga veprat e mendjelehtëve. Njerëz që nuk shikojnë për të interesave të tyre të caktuara, edhe pse mund të ketë dëm për njerëzit. Allahu na ruaj nga keqbërësit e ndryshëm, nga njerëz të ligë, kurrë që na e dën të keqen, na e dën dëmin, Zoti xhallahu ala na ruaj nga sherrri dhe nga dëmi i tij. Allahu i shëroft të smurit ton, na përmirësoj gjendjen ton, dhe na bashkoft me dashtit ton xhenet zbashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atje ku është kënaqësia dhe mëshira e Allahut te bareka ve taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.